Habit studimi I shkencëtarëve suedez, toka ka hyrë në shfarosjen e 6 masive. Sa reale është mundësia që njerëzimi të ketë hyrë në epokën e një zhdukje masive dhe kur mund të ndodhë ajo? Shkencëtarët thonë se kanë gjetur gjurmë poje për të parën dhe se ajo mund të ndodhë më afër se sa është menduar deri më tani për të dytën. Ata kanë studiuar algat dhe bakteret në ujërat e ndënjura dhe evoluimin e tyre. Ata thonë se bindja se toka ka hyrë në një fazë zhdukjeje e gjashta në 440 milion vitet e fundit që mund të jetë edhe pakthim, pavarësisht përpjekjeve që mund të bëjë njeriu. Sipas shkencëtarëve, ndryshimet e algave dhe baktereve sugjerojnë se po përsëritet shfarosja masive që besohet se ka ndodhur 251 milion vite më parë, ku 90% e kafshëve në tokë u zhdukën. Kjo besohet se është shfarosja më e madhe e gjallësave që ka përjetuar ndonjëherë planeti ynë. Sipas studiuesve nga Muzeu Suedez I Historisë Natyrore në Stockholm, algat toksike dhe bakteret që tani poriten në liqene dhe lumenj pasqyrojnë karakteristikat e lulëzimeve që ekzistonin në periudhën e shfarosjes së madhe. Ndryshimet aktuale në trupat e ujrave të ëmbla lidhen me një sër aktivitetesh njerëzore duke përfshirë shpyllëzimin, humbjen e tokës dhe emetimin e gazeve serë. Në studimin e botuar së fundmi, shkencëtarët thanë se lulëzimi I algave dhe baktereve janë të lidhura me ngjarjet që I paraprin zhdukjes masive 251 milion vite më parë, duke I quajtur këtë korelacion një sinjal shqetësues për ndryshimet mjedisore në të ardhmen. Shkencëtarët thonë se popullsia me alga toksike, baktereve të tjera I ujrave të ëmbla jo vetëm që vret jetën tjetër në këto ujra, por gjithashtu vonojnë rikuperimin e mundshëm të këtyre ekosistemeve me miliona vjet. Për të arritur në këtë përfundim, shkencëtarët analizuan të dhëna fosile pranë Sydneyt, Australi, që mendohet se janë ngroposur gjatë dhe pas periudhës së shfarosjes së madhe. Shumica e ngjarjeve të zhdukjes gjatë asaj kohe ishin për shkak të shpërthimeve vulkanike që ngritën temperaturat globale dhe lëshuan gazra serë. Jo shumë më vonë, zjarret, thasira dhe ngjarje të tjera ekstreme klimatike u bën të zakonshme. I njëjti skenar paralajmërojnë ata aktualisht ka nisur në tokë edhe aktualisht. Mikrobet janë të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të çdo ekosistemi të ujrave të ëmbla, por me tepri, ata I kthejnë burimet e ujit në toksike që vret gjithë jetën tjetër. Studiuesit suedez thonë se për dallim nga 251 milion vite më parë, kur shkaktar të zhdukjes ishin vulkanet, sot shkaktar për zhdukjen e radhës së madhe që sipas tyre ka nisur është vetë njeriu dhe aktiviteti I tij. Ata paralajmërojnë se në vitin 2100 aktiviteti mikrobik toksik do të zgjerohet në ujrat e ëmbla duke shkaktuar efekte zinxhir që do të çojnë në një fazë tjetër të këtij procesi. Gjithsesi, nuk ka asgjë për të shqetësuar, të paktën jo për disa qindra mijëra vite.